Do befasoheni, ja çfarë ndodh kur ha më vezër çdo ditë. Vezët janë të pasura me nivele të mira të hekurit, aminoacide dhe antioksidantë. Ato janë të shkëlqyera, por çfarë ndodh kur ha më vezër çdo ditë? Besohet se ngrënia e shumë vezëve shkakton të rritje të kolesterolit, por eksperti Dr. Frankie Phillips, dietolog nga British Dietetic Association, tha: nuk ka një numër të caktuar të vezëve që mund të hahen gjatë një dite, por porcioni i arsyeshëm do të ishte 2 vezë të zjera në ditë, ose në forma të ndryshme. Këto ju sigurojnë 12 gram proteinë dhe sasi të mjaftueshme të vitaminës A, B dhe seleniumit. Është e rëndësishme të konsumohen në kombinim me lëngun e portokallit, që mund të sigurojë më shumë vitaminë C dhe të ndihmojë në përthithjen e hekurit të vezëve. Një vezë në ditë mund të ketë shumë të mira për shëndetin tuaj. Sipas Healthy Food House, vezët mund të përmirësojnë sistemin imunitar, të forcojnë dhëmbët, kockat dhe gjithashtu aftësinë tuaj për të menduar.